4 noterë të ri të përzgjedhur në konkursin e fundit të shpallur nga Ministria e Drejtësisë për rajonin e Gostivarit tashmë kanë hapur zyrat e tyre dhe kanë filluar me ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Ministri i Drejtësisë Valdet Xhaferi, i shoqëruar nga kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta, morën pjesë në hapjen e zyrës notariale të Vjollca Mehmeti. Ministri Xhaferi tha se Vjollca dhe Zarie Xhaferi, e cila dje hapi solemnisht zyrën notariale, janë të parat femra shqiptare që ushtrojnë profesionin notere në territorin e gjykatës së Gostivarit. Edhe sot kemi dalur që të urojmë noteres së re, Vjollca Mehmetit, punën e saj si notere. Njëherit Vjollca është një nga noteret e para, femra shqiptare që do të ushtrojë këtë profesion për territorin e gjykatës themelore të Gostivarit. Gjatë punës së saj i urojmë shumë suksese dhe punë të mbarë dhe e ftojmë që gjithmonë të respektojë ligjet që janë në fuqi në Maqedoni. Noterja Mehmeti falenderoi drejtuesit e institucioneve për korrektësinë e treguar në përzgjedhjen e notereve, ndërkohë që u shpreh lumtur që ëndra e saj tashmë është bërë realitet. Zoj rastin në emër tim dhe në emër të familjes timet, përshëndes kryetarin e komunës, zotrin Nevzat Bejtën, i cili gjithmonë na ka përkrahur dhe ka gjetur kohë për ne. Po ashtu përshëndes edhe ministrin tonë, zotri Valdet Xhaferi, për punën e tij. Mesazhi im për sot është se unë ndjehem shumë emocionuar dhe lumtur pasi që mu realizuan ëndrat e mia. Puna notariale është një punë me përgjegjësi të madhe, andaj edhe unë do të mundohem obligimet dhe detyrimet e mia t'i kryej me përgjegjësi dhe me nder dhe gjithmonë do të jem në shërbim të qytetarëve. Zyra notariale Vjollca Mehmeti është zyra e 4 dhe e fundit e hapur nga përzgjedhja e noterëve të ri të shpallur nga konkursi i fundit i Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Maqedonisë me kompetenca të gjykatës themelore të Gostivarit.